Shumica e njerëzve po e shkatrojnë baterinë e telefonit pa e kuptuar dhe disa nga këto gabime ndoshta i bëni çdo ditë. Në këtë video do t'ju tregoj gabimet më të mëdha që dëmtojnë baterinë dhe si ta mbani baterinë më gjatë në iPhone dhe Android. Parin dietës, shumë prej nesh e lëm telefonin në prizë gjithë natën. Duke qëndruar 100% dhe duke u mbajtur gjithmonë në karikim, bateria punon në stres të vazhdueshëm. Me kalimin e kohës, shëndeti i saj bie ndjeshëm. Mos e bëj zakon. Pra, nëse e karikoni gjithmonë në maksimum dhe e lini gjithë natën në prizë, bateria me kalimin e kohës do të degradojë. Nxehtësia është armiku numër 1 i baterisë së telefonit. Në diell, në makinë apo duke luajtur lojra gjatë karikimit, bateria shpenzohet shumë më shpejt. Mbaje telefonin në hije, larg nxehtësisë. Mbaje të freskët që bateria të zgjas më gjatë. Kjo është arsyeja pse shpesh telefoni nxehet kur luani lojra, ndërkohë që është në karikim. Kur e zbraz telefonin deri në 0, bateria dëmtohet pak nga pak. Mos e lësh doherë të shkojë në 0%. Mbaje mbi 20% dhe karikoje rregullisht që të zgjas më gjatë. Kujdesu për baterinë, mos e lër të fiket gjithmonë. Karikuesit falso mund të dëmtojnë baterinë e telefonit tuaj dhe ta mbinë zhehin atë. Zgjidhja: karikuesi origjinal. Ai furnizon energji të qëndrueshme dhe e mbron baterinë nga dëmtimet. Përdor vetëm origjinalin, që telefoni yt të mbetet i sigurt dhe bateria të zgjas më shumë. Shumica e njerëzve mendojnë se dinë si të kursejnë baterinë e telefonit, por ka disa settings të fshehura që pothuajse askush nuk i përdor. Do t'ju tregoj disa truke për iPhone dhe Android që mund të zgjasin baterinë shumë herë më tepër. Këto nuk janë truke klasike si battery saver, janë settings që shumë pak njerëz i dinë dhe që mund të bëjnë diferencën reale. Një truk që shumë pak njerëz e dinë është reduce motion. Futemi tek settings, accessibility dhe te motion. Kur reaktivizoni, iPhone redukton animacionet dhe tranzicionet e sistemit dhe kjo ndihmon që telefoni të konsumojë pak më pak bateri gjatë përdorimit. Shumë njerëz nuk e aktivizojnë këtë sepse nuk e dinë që ndikon edhe në bateri. Settings i dytë është display. Rise to wake. Rise to wake është një funksion që ndez ekranin çdo herë që lëviz telefonin. Nëse aktivizoni, bateria mund të zgjas pak më shumë sepse ekrani nuk ndizet pa nevojë. Dhe te kamera do të aktivizojmë live-in. E kemi të aktivizuar tani. Tjetër është që harxhon bateri është live foto, sepse kamera regjistron disa sekonda video për çdo foto. Dhe katërta, do vemi te settings, privacy, location service, sistem service. Këtu ka shumë shërbime që përdorin GPS, edhe kur nuk e përdorni telefonin aktivisht. Do fikim lokacion base tats dhe analytics. iPhone analytics dhe e fundit është tek settings general dhe background aplikacion refresh. Te e bëjmë off. Këto janë disa nga settings që shumë pak njerëz i ndryshojnë, por që mund të bëjnë diferencën gjatë ditës. Shumë telefona Android dërgojnë të dhëna diagnostike në background dhe kjo mund të konsumojë pak bateri. Ja si ta heqim. Do vemi në settings, te privacy, dhe usage diagnostic. Këtë do ta fikim. Settingu i dytë. Android mund të skanojë Wi-Fi dhe Bluetooth edhe kur janë të fikur për të përmirësuar lokacion. Atëherë, do shkojmë te settings. Lokacion service, Wi-Fi scanning dhe këtë do ta lëm off, të aktivizuar. Settingu tjetër është një setting që shumë pak njerëz e dinë dhe mund të reduktojë aplikacionet që punojnë në background. Do vemi tek settings. Do kërkojmë developer
Developer. Background process limit. No background processor. Truku më i mirë është kombinimi i disa prej këtyre setting, vetëm një nuk bën shumë diferencë, por disa bashk mund të zgjasin baterinë gjatë gjithë ditës. Si tek iPhone dhe te Android, nëse telefoni juaj ka ekran AMOLED, Dark Mode mund të kursej bateri sepse pikselat e zeza nuk konsumojnë energji. Atëre në Android do shkojmë tek display dhe Dark Mode. E njëjta gjë dhe në iPhone. Nëse doni në videon tjetër mund t'ju tregoj aplikacionet po ju harxojnë baterinë pa e kuptuar. Shkruani në komente sa përqind bateri ka telefoni juaj tani.